Mirë, kam kënaqësi që me mua në studio të bashkohet politologu i njohur zoti Roland Bejko. Zoti Bejko, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me mua në Tirana Live. Faleminderit për ftesën. Siç e ndoqëm në fakt edhe nga kronika zoti Bejko, Berisha ashtu si Rama mbajti konferencën e fundvitit, por në vend që ai të bënte bilancin e tij apo të opozitës, bëri bilancin e Ramës. Por pyetja është pse Berisha i shmanget bilancit për opozitën? Që bëri bilancin e qeverisë bëri detyrën, bëri shumë mirë, është kryetari i opozitës dhe nëse nuk do bënte këtë, pastaj do merrte akuzat të rënda. Por kjo nuk e çliron Berisha nga akuzat në fakt, sepse bëri bilancin e qeverisë, por nuk është i vërtetë, sepse pa bërë bilancin e vetes vet nuk mund të plotësohet bilanci i fundvitit. Kështu që në bilancin që bëri për Ramën nuk i ka thënë gjitha të vërtetat. Natyrisht ai të vërtetat i ka personale, i ka në optikën e tij, sepse ai bie fjala dhe këtu futemi edhe te bilanci i tij. Duhet thoshte që Rama është në pushtet me 83 mandate sot, edhe fal bujarisë në thonjza që tregoi Berisha. Në fakt duhet të heqim thonjzat. Ishte bujari që tregoi Berisha me propozimin që i bëri Edi Ramës për kodin zgjedhor, kur në tavolinë direkt në momentin që kanë firmosur kodin zgjedhor i ka dhënë 13 mandate. Ishte thjesht bujari apo mungonte edhe besimi ndaj Berishës? Po, ndaj them që është bujari sepse Thuaç bujari do të thotë që i mendon se Berisha i kishte të fituara zgjedhjet. Jo, them bujari sepse nuk ju kërkuan gjë tillë. Bileu grupi i negociatorë i Ramës, që ishte ngarkuar të negocionte me opozitën për kodin zgjedhor, ka ngelur të habitur për faktin se si opozita shkoi me këtë propozim. Sepse vetë grupi Ramës kisha me një propozim që e lehtësonte opozitën, pra e avantazhonte opozitën, që ishte ai i uljes së pragut për fitore nga 10.000 në 7.000 vota, 6-7.000 vota. Dhe kjo parafroi edhe më shumë me vendimin që kishte gjykata. Ndërsa Berisha nuk e pranoi. Berisha nuk vajti me këtë opsion, po vajti me opsionin që të bëhet me dy fasha, do të thënë sistemi zgjedhor, lista të hapura, lista të mbyllura. Po pse mendoni se ka vepruar kështu? Po sepse i duheshin besnikët, do të thënë e ka bërë në varësi të qëllimit që ka pas. Nuk ka pas qëllim të fitonte ato zgjedhje, se qëllimi i parë i Berishës i futur dhe në paranojnë që ka kap tani nga të gjitha anët, se kujtojnë sot ja marrin partinë, do marrin atë vet, do t'i marrin historinë. Lëvizjen e Salianit. Po, nga njëra lëvizja e Salianit, nga ana tjetër ka probleme me drejtësinë, nga ana tjetër mëtej janë ndërkombëtarët cilët e kanë refuzuar, pastaj është pakënaqësia e demokratëve dhe futur në këtë kornizë Berisha ka frikë se do t'i marrin partinë dhe do dalin nga politika. Kështu që me që ta mbaroj pyetjen, kështu që ai i propozoi Ramës këtë variant sepse donte që të garantonte listën e besnikëve dhe jo listën e fituesve. Gara e hapur të sjell fitoren. Lista e besnikëve i duhet Berishës për të mbajtur partinë, për të konsoliduar pozitat, se shikon se ku jemi sot, ka dalë dikush aty brenda partisë dhe i thot Berishës që prit duhet Partia Demokratike të ketë një tjetër dimension, të bëhet parti e vërtet demokratike, të reformohet, të bëjë analiza. Por, zoti Bejko, nga ana tjetër, a mund të bëni ju sot një bilanc, le të themi, të opozitës, përsa i përket vitit 2025? Kemi një opozitë e cila vjen nga humbjet parlamentare, duke arritur të marrë 50 deputet. Kemi gjithashtu një opozitë që vjen edhe nga humbjet e zgjedhjeve të pjesshme. Por gjithashtu edhe një kryetar që përveç se me dosjen Partizani, që ai ka një akuzë konkrete, përballet edhe me ngjarjet e 21 janarit. Nga njëra anë Berisha thotë që Rama nuk është një kryeministër legjitim, por zoti Bejko, vetë Berisha, është një kryetar i Partisë Demokratike që ka legjitimitet? Do ta filloj nga kjo e fundit. Zoti Berisha, nëse zoti Rama është legjitim, sepse ka buruar legitimiteti i tij nga zgjedhjet e 11 majit, zoti Berisha nuk është legjitim, sepse është në krye të Partisë Demokratike duke shkelur statutin e Partisë Demokratike, që është Neni Basha, i sankcionuar nga vetë Berisha, i cili thotë që ai kryetari që humbet zgjedhjet largohet nga detyra në mënyrë të menjëhershme, pra nuk ka më diskutime. Ai vazhdon të jetë aty, e ka pushtuar Partinë Demokratike, pra është jo legjitim. Është jo legjitim si në aspektin ligjor, pra ka shkelur ligjin e partisë, ashtu dhe në aspektin moral. Sepse në aspektin moral një njeri që për 4 vjet luftoi në emër të vendosjes parimeve të drejta brenda partisë, në vendosjes së ligjeve dhe ligjeve të respektoheshin brenda partisë, them ligjet partijake nëpërmjet që sankcionojnë statut,
njeri i cili premtoi që partinë do ta bënte më të madhe, më të bashkuar, më demokratike dhe fituese, nuk realizoi asnjë nga këto, kështu që është dy herë gabim aty. Dhe statuti mos ia lejonte, ai për shkak të humbjes së zgjedhjeve duhet largohej. Pra ky është aspekti moral. Po. Kurse në aspektin ligjor, natyrisht statuti thot largohu dhe ai nuk largohet, qëndron aty duke nxjerrë justifikimin se zgjedhjet nuk ishin zgjedhje, por ishin thjesht votime. Kuptimin që u manipulua rezultati etj. etj. Dhe ka dalë tani me tezën që thotë që unë jam misionari dhe misionari ka mision votin e lirë. Një njeri që nuk lejon votin e lirë brenda partisë, asnjëherë nuk e ka lejuar votin e lirë brenda partisë, gjithmonë ka pasur kontestime brenda partisë në të gjitha nivelet e votimit dhe nuk pranon që të ketë rival, as ai vetë, do të thënë, sepse i mbyll të gjitha hapësirat dhe kush guxon që të dalë i rivali i tij, qoftë edhe ta mendojë atë, ai të lufton që në mendje atë. Siç është rasti i Salianit që policia mendore që e kemi e gjejmë te Orwelli, edhe policia e mendimit. Edhe ai ka dhe policinë e mendimit, që po mendove dhe për atë ndëshkohesh. Jo më pastaj ti ta shpresh. Dhe vim te rasti Saliani që thoni ju. Rasti Saliani thotë është i qartë fare. Zoti Saliani ka dalë dhe po mbledh njerëz për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike, me Berishën kryetar dikush del dhe mbledh më shumë njerëz në salla se vetë Berisha. Dhe që këtu edhe kjo është një tregues si Berisha ka rënë moralisht, apo jo. Dhe faktikisht qëndron thamë edhe një herë, përsërisim qëndron aty në mënyrë jo legjitime, jo të legale. Vim te bilanci i opozitës. Po. Jo, të mbaroj me Salianin. Tek Saliani ka dalë, do e thënë, tani e nxori armik Salianin. 2 muaj më parë ishte heroi i partisë, ishte i burgosur i politik, sot ai është heroi i demokracisë. Heroi i demokracisë, i burgosur i politik. Thoshte që nga 92 e këtej s'kemi pasur një herë të burgosur politik, ky është Saliani. Thoshte Berisha, apo jo. Ndërkohë tani ka dalë dhe i thon bashkëpunëtor me bandat. Po mirë, ti një të burgosur politik, tani e morë vesh që qen ka bashkëpunëtor me bandat? Dhe në çdo takim që bën Saliani gjen se s'bën një prapashtesë kriminale, domethënë. Në Shkodër e akuzojnë në takimin e fundit që bëri që aktivitetin ta ka zhvilluar bandat dhe Benet Beci. Tani Benet Beci është kryetari i bashkisë, i cili deri dje ka qenë njeriu numër 1 në qeverinë e Berishës që mbante parat e investimeve, fondeve publike, tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Kandidat për deputet nga Sali Berisha. Dhe shkoi tek Rama, tani ç'lidhje ka Saliani me Benet Becin, apo demokratët e tjerë që ishin atje në sallë. Dhe thot pastaj që je me grupet kriminale. E bën sepse i parasysh në shkencat politike njihet kjo për liderit autoritarist. Një nga cilësitë që kanë liderit autoritarist është delegitimiteti i rivalit. Pra ta delegitimosh atë. Ti heqësh aty të gjitha kartat morale dhe avantazhet që ka ai dhe t'ia zerosh ose në moment se nuk e bën se bën dot atë ta qelbësh atë, ta përbaltesh. Njëri si Berisha. Po nuk për atë nuk ka rëndësi, është apo s'është i besueshëm. Ai tani dialogun e ka me militantët. Kërkojnë që militantët të ketë grush bashkuar rreth vetes tij, ti mbaj aty sepse do t'i duhet që në rast se do ta çojë, se edhe këtë nuk e dim, do ta lejoj të bën zgjedhjet apo jo në prill kur ka radhën për kryetarin e partisë. Se mund dalë tani do jetë në kulmin e asaj që thot ai të revolucionit, e ka njoftuar tani revolucionin siç i bën ai. Edhe të thot pastaj nuk bëjmë dot zgjedhje se po bëm zgjedhje i shërbejmë Ramës. Kevis Balliu tha revolucioni do përfundoj në kuzhinë, po. Po sepse këtu ju flet Freudi atyre, ju flet në vetdia. Ata gjithë diskurin e tyre kanë o para, o tendara, o kuzhinë. Do të thënë stomak, pasuri, karike. Dhe një fundit, bilanci që thatë ju për zotin Berisha është vetëm me një fjali. Katastrofal, bilanci politik dhe elektoral. Katastrofal në gjitha zgjedhjet, si në zgjedhjet parlamentare, të 11 majt dhe në zgjedhjet e pjesme. Katastrofal. S'ka qenë më falë pas 97-ës, nuk ka qenë Partia Demokratike ndonjëherë më dobët. Dhe kjo është faturë drejt për drejt dhe Sali Berishës. Për herë të parë e nxori atë parti në perceptimin publik si parti që nuk synon të marrë pushtetin, por si një sekt i cili mbron interesat e liderit. Të tjera interesa kanë demokratët dhe qytetarë shqiptarë që janë opozitarë me Ramën, se opozita është më e madhe se ç'SHPD-ja, dhe të tjera interesa ka Sali Berisha si leadership, të mbaj partinë, ta marrë atë dhe të mos lejojë asnjë hapësirë për tjerët. Dhe ç'është më e keqja, dalin dhe thonë që ne e shpëtuam Partinë Demokratike, thot Berisha në këto gjasmë takimet i bën me gjysmë sallat e mbushura, e shpëtuam Partinë Demokratike. Nga kush e shpëtoi Partinë Demokratike? Partia Demokratike në 2021 humbi me 30.000 vota, ndërkohë që 80.000 vota ishin të pavlefshme.
dhe Partia Demokratike që e bashkuar Sali Berisha e ndau. Thotë e kam shpëtuar se kërkonin azgjësimin e Partisë Demokratike. Kush e kërkonte azgjësimin e Partisë Demokratike? Ata që thonë reformoni dhe mezi presim të shojmë në pushtet? Jo, ata kërkuan azgjësimin e autoritaristit, të atij që mban peng demokracinë shqiptare dhe që kanë sankcionuar. Më lejo t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, pasi vetëm 2 minuta kohë kemi, zoti Bejko. Duke parë apo duke ecur edhe në logjikën tuaj politike që e thoni me fakte dhe keni të drejtë, por duke parë nga ana tjetër edhe numrin e pakët të mbështetësve që dalin në shesh me Berishën, çfarë ka ndodhur brenda opozitës? Ka rënë besimi te leadershipi, mungon ndoshta organizimi, apo mbi të gjitha çfarë sipas jush e pengon opozitën që të kthehet në një alternativë për qytetarët? Po, ju bët një pyetje më lartë, më parë që thatë është legjitim Rama dhe Berisha në pozicionet që kanë. Pra, Rama është legjitim, por në perceptimin publik për shkak të korrupsionit të madh dhe të goditjeve që ka dhënë Spaku deri tani, se natyrisht goditet ai që është në qeveri merr dhe goditje më të mëdha se ka të freskët hetimin, verifikimin e tjerë dhe abuzimin me detyrën. Nga një ranë, kjo do të bënte që çdo opozitë që do të ishte normale, më mos të ishte një opozitë e shkëlqyer, po të ishte një opozitë normale, do të kishte mbushur sheshet me mira erë. Dhe nëse s'do të arrëzonte do të qeverinë të paktën sheshet do të kishte plot. Tani ne kemi një opozitë e cila edhe me këtë perceptim të publikut, sigur për një qeverisje të korruptuar, nuk arrin dot që të mbledh as militantët e vet, as anëtarët e partisë që kanë detyrë funksionale sipas statutit të marrin pjesë në aktivitetet politike të partisë. Me 50 vet që kanë ndisur dje pardje ditën e hënë në shesh. Në foltorin e radhës. Kjo është krizë e madhe që ka opozita. Pse ndodh kjo? Do sepse opozita thash dhe një herë që çfarë pengon të bëhet alternativë? Po, atë jam duke thënë. E para një herë i mungojnë idet. E dyta ka një pengesë shumë të madhe, ka një gjyle në mes dhomës që është Sali Berisha, i cili është i papranuar, izoluar nga ndërkombëtarët, është i refuzuar prej tyre, ka akuza shumë të forta nga drejtësia, jo vetëm nga ndërkombëtarët, por dhe nga drejtësia, dhe në perceptimin publik është një figurë që ka mbaruar kohën e tij politike. E para, e dyta i mungon një ekip me kredibilitet dhe fundit i mungon karta morale. Sepse që të darësh të luftosh korrupsionin, ti duhet të kesh më probleme apo perceptime se edhe ti je i korruptuar si ata që ti del dhe i lufton. Vet Berisha është në ndjekje penale për disa çështje dhe është në gjykim. Është në gjykim me akuzën për favorizim të korrupsionit. Apo jo? Për korrupsion. Në këto kushte do të ti s'ke kartë morale për të luftuar. Atëherë, si kërkon ti që ajo opozitë e cila është më e madhe se sa ti, të bashkohet ty. Pra, opozita e qytetarëve të bashkohet një opozitë politike, ndërkohë që ty të vinë vetë militantët. Ajo që duhet bëj Partia Demokratike në 2026 është që nëse ka ngelur dikush brenda që të ketë një lloj identiteti dhe karakteri personal për pjesëmarrjen, për atë që ai quhen pjesëmarrjen politik, e kam fjalën këtu për deputet, për anëtar të zgjedhur të Partisë Demokratike, të çojnë dhe ta përzën Sali Berishën. Ndryshe pastaj do ikin demokratët, siç po e largojnë dhe do ta lënë vetëm, por kjo do të marrë kohë dhe do të japi Ramës dhe mandatin e 5. Atëherë do t'i duhet më askujt pastaj opozita, kjo Partia Demokratike. Faleminderit që ishit me mua këtë mbrëmje në Tiranë. Faleminderit dhe ju.